Me 11 vota pro dhe asnjë kundër, Këshilli i Lartë i Prokurorisë zgjodhi sot Joni Ketën si drejtor të Byros Kombëtare të Hetimit, strukturës më të rëndësishme antikorrupsion në vend. Mbledhja u zhvillua në vëzhgimin e përfaqësuesit amerikan të misionit që asiston prokurorinë e posaçme SPAK, çka i dha procesit një peshë të veçantë. Para votimit, diskutimet mes anëtarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë u fokusuan tek transparenca dhe nevoja për të njohur me relacionin e komisionit. Vatestaka kërkoi leximin e plotë të dokumentit, ndërsa Sokol Stojani dhe Ledina Riza argumentuan se raporti i SPAK-ut nuk kishte pse të lexohej në këtë fazë. Arta Mandro kërkoi që edhe media të njihej me relacionin, duke theksuar rëndësinë e transparencës. Erin Mërkuri sqaroi se nuk ekziston asnjë ndalim, por vendimi mbetet në diskrecion të Këshillit. Ndërkohë, paralelisht me zhvillimet në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, ish-presidenti Bamir Topi doli para SPAK në lidhje me çështjen e 21 janarit, duke deklaruar se çdo gjë është ende në fazë hetimi. Ky votim i jep Byros Kombëtare të Hetimit një drejtim të ri në një moment kyç për luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në Shqipëri. Me një karrierë në ngjitje si oficer i policisë gjyqësore pranë shkrimeve të rënda e më pas hetues pranë BKH-s dhe zëvendës drejtori komanduar i këtyre 2 muajve, Joni Keta, 37 vjeç, i kaloi të gjitha pengesat e garës për Byron Kombëtare të Hetimit. Emri i tij u aprovua gjatë mbledhjes së komisionit për zgjedhjes i përbërë nga 3 prokuror dhe pas dakordësisë u propozua KLP-s për të votuar, që është institucioni i ngarkuar me ligj për emrimin dhe deklarimin e përfundimit të mandatit të kreut BKH-s, njohur si FBI-ja shqiptare. Joni Keta ka shërbyer për 15 vite në sistemin e drejtësisë si oficer i policisë gjyqësore dhe njihet për rekordet në hetimet financiare dhe ndaj krimit të organizuar. Në një proces të tejzgjatur që ka përcjellur edhe afatet e fundit të gushtit, dhe pasi Komisioni i Kontrollit të Pasurisë dhe Figurës i verifikoi dhe skualifikoi shumicën e tyre, të premten i përcolli një listë të ngushtë fituesish Komisionit për zgjedhjes, përbërë nga Altin Dumani, Arben Kraja dhe Behar Dibra. Edhe pse zërat e përshkruan klimën e ftohtë mes 3 prokurorëve që vjen nga krisjet e mëparshme të shkaktuara për BKH-n, akujt e të treve duket se u shkrin nga kandidati Joni Keta që i bëri bashkë dhe që pritet të vendosura mes BKH-s dhe SPAK-ut. Sa kaq 11 anëtarë të Këshillit të Lartë të Prokurorisë në një njoftim më të hershëm kanë bërë publike një tjetër çështje të rëndësishme, siç është dëgjimi i 4 kandidatëve që konkurrojnë për drejtimin e SPAK-ut. Procesi për këtë të fundit në KLP mbahet më datë 11 dhjetor. Në garë janë 4 prokurorë: Doloreza Musabelliu, Adnan Xholi, Klodian Brau dhe Elvin Gokaj.